shigjetari. Në traditën e fesë kristiane, apo e fesë krishterë, gjarpri është i keq, që ka provokuar dhe i ka shkaktuar shumë probleme e hallë njerëzimit. Për shembull, ajo më e njohura është që detyroi Adamin dhe Evën të mos i binden Zotit dhe të përjashtohen nga parajsa, siç thot feja krishterë. Ndërsa në mitologjinë hindu dhe budiste, ekzistojnë njerëz gjarpër që shpesh kryejnë vepra të mira dhe arritje epike, pra e kundërta. Janë ata që quhen naga. Sipas një legjende hindu, një princ naga mbante botën mbi kokë. Ndërsa në një legjendën budiste, një mbret naga përdor 7 kokët e tij për të mbrojtur nga një furtunë budën, i cili ka arritur ndriçimin e tij shpirtëror. Për këtë javë që vjen, të dashur shigjetar, parashikoj se duke përdorur figurativisht gjarprin tuaj të shenjtë, do të keni rezultate shumë më të ngjashme me fiset hindu e Buda sesa me të krishterët. Do t'ju sjelli më shumë rezultate jetike, diellore dhe shëndetësore.